Tregtia dhe raportet ekonomike mes Shqipërisë dhe Kosovës janë zhvilluar ndjeshëm vitet e fundit. Kërkesat e dyanshme për investime kanë bërë që mes të dy shteteve të ketë një interes të shtuar i cili reflektohet tek shifrat e investimeve, por edhe tregtisë së jashtme vit pas viti. Nëse në vitin 2019 investimet e Shqipërisë në Kosovë regjistrohen vetëm 12 milion euro, në vitin 2020 ato u trefishuan duke arritur në 32.2 milion euro. Sipas Scan Intel, pas një rënje të lehtë në vitin 2021, trendi mori sërish hovë në vitet pasuese. Në vitin 2022, investimet shqiptare në Kosovë u ngjitën në 38.4 milion euro, ndërsa në 2023 arritën në 32.9 milion euro. Rekordi u vendos në vitin 2024, ku vlera e investimeve u rrit në 56.1 milion euro, ndërsa për 6 muajin e parë të këtij viti shifra qëndron në 39.2 milion euro, duke treguar një nivel të konsiderueshëm që e mban Kosovën në fokus të kapitalit shqiptar. Nga ana tjetër, dinamika e investimeve të Kosovës në Shqipëri ka qenë edhe më e fortë. Në vitin 2019 shifra ishte simbolike, vetëm 2.9 milion euro, ndërsa një vit më pas u ngjit në 4.67 milion. Rritja reale nisi në vitin 2021, kur investimet e Kosovës në Shqipëri arritën 20.25 milion euro për të rritur më tej në 29.1 milion në vitin 2022. Viti 2023 solli një stabilizim në nivelin 28.9 milion euro, ndërkohë që në 2024 trendi mori hovë të ri me 41.6 milion euro. Kulmi u shënua në gjysmën e parë të vitit 2025, kur investimet e Kosovës në Shqipëri u rritën ndjeshëm në 62.74 milion euro, duke shënuar kështu nivelin më të lartë historik të dekadës. Të dhënat tregojnë gjithashtu se fushat ku përqendrohet pjesa më e madhe e kapitalit janë pasuritë e paluajtshme, ndërtimi dhe prodhimi, të cilat mbeten sektorët më të preferuar si nga investitorët shqiptar në Kosovë.